por në ndërkohë, startupi i saj me ato mundësi dhe në atë situatë izolimi nga institucionet, kishte arritur të eksportonte ambulanca të prodhuara në atë punishte këtu në Shqipëri, në Ukrainë. Dhe ndërkohë, ne vijonim të blenim ambulanca lart e poshtë, e të blenim mjete lart e poshtë, me tendera, dhe duke i çuar parat jashtë vendit. Më pas, bëm një pakt burrash me djalin e babait dhe sot jemi këtu. Jemi këtu fal një strategjie të re, e cila, siç tha dhe ministri, krijoi në radh parë